Pse emri Albulin Haxhiut për krye parlamentare është i papranueshëm për partitë opozitare, KSH Dauta Haradinaj si zgjidhje më të pranueshme nga vetëvendosje dhe aka shpresi bllokada institucionale të zgjidhet përmes takimit të thirrur nga presidentja Vjosa Osmani ditën e nesërme. Për këtë çështje deputeti i betuar i AK-s Dauta Haradinaj foli mbrëmë në emisionin Rubicon, duke deklaruar se kryeministri i dorëhequr Albin Kurti duhet ta pranojë se nuk e ka shumicën për të formuar institucionet dhe as qeverinë dhe të kërkojë ndihmë nga subjektet e tjera politike. I njëjti e kritikoi qasjen Albin Kurti duke thënë se në vend të ngulmimit për emrin Albulin Haxhiut si kryetare të kuvendit, vetëvendosja duhet të propozojë emra më të pranueshëm për opozitën dhe këtu përmendi dy, Saranda Bogujevcin dhe Shipe Selimin. Oferta ka qenë shumë e sinqertë që nëse zgjidhet Bogujevci ose Selimi, vota ime është për to. Nëse Albin Kurtit i duket më e rëndësishme Albulin Haxhiu se sa Kosova, parlamenti apo qeveria, le të vazhdoj kështu, ka thënë Haradinaj. Mëtej, deputeti i AAK-s e përjashtoi mundësinë që vetëvendosja ta zvarrit procesin pafundësisht pa dialog. Ky zotëria duhet kuptojë se mazhoranca nuk është vetëm për qeverinë, por edhe për krijimin e institucioneve. Nëse nuk e ka, le të kërkojë ndihmë, u shpreh ai. Ndërkohë, Haradinaj komentoi edhe takimin e paralajmëruar të liderëve politik me presidenten Vjosa Osmani, duke thënë se edhe pse juridikisht ajo nuk ka rol në këtë proces, prania e saj mund të ndihmojë në lehtësimin e një zgjidhjeje politike. Partitë tashmë kanë një ftesë në tavolinë nga presidentja. Besoj se nëse ka vullnet politik, zgjidhja do të dalë pikërisht nga ai takim, është shprehur Haradinaj.